Po, drejtë me thonë, çdo ngjesje që bëhet në qeveri ose në institucionet qendrore, lokale etj, ajo ndikon dukshëm në sektorin, nëse do të sektorin privat. Por, megjithatë, sektori privat e ka bërë vetën gjithmonë, se më qenë sektori privat nuk kishte as turizëm sot, ka ndiku, por sektori privat e ka anulu, themi, atë më të madhen për mujt me qëndru në kom. Edhe pse me shumë vështirësi, megjithatë është të ecë. Po, tash nëse nisim nga Agencioni i Statistikave, se ajo është kompetent për këtë punë, na del që kemi një rritje, edhe përkundër kushteve dhe përkundër gjendjes që kemi na sot në Kosovë, si në aspektin ekonomik, si në aspektin politik, si në aspektin social, megjithatë, Kosova themi njerëzve që merren me këtë sektor, me promovite veta, e ka bëtë mundshëm që tjetë si destinacion i kërkuar edhe për turistë. Jo veç vendor, por edhe ata të jashtëm. Kështu që nëse morëm po statistika, na del që diku prej 13 dhe 25% kemi çdo vit rritje. Ka raste në mrena mujve bjen, për shkak të ose rritet, për shembull siç kemi pas rastin me festivalet ndërkombëtare që në Dua Lipa ose Deku Festi. Këto në atë moment rritet. Për arsye se normal që ato festivale marrin shumë ose thithin themi shumë turistë nga mbar rajoni edhe bota. Kështu që nëse shiqojmë në përgjithësi edhe përkundër këtyre kushteve që i kemi një rritje, është një trend i rritjes, edhe kjo është një lajm i mirë për Kosovën. Sfidë tjetër do të thotë është që rritja e energjisë elektrike. Na dikun 1300 biznese zëreje ka parapoqe me shkun të tregonerie. Pse? Na kemi protestu. Do të thotë jemi edhe gjykata tani ka vendosur në favor tonë. Kështu që rritja e çmimit të rrymës edhe pritet që sipas informatave që bi marrim që edhe në mars do të ketë rritje prapë, sidomos për bizneset. Kjo është një mund shumë i madh, edhe kjo është një sfidë të cilën ndoshta kur në Prishtinë kanë fillu me u hamenda me egzistu, a mos me egzistue subjektet, restoranet, hotelet e tjerë, e mos lasëm për komunat tjera të cilën, kur e dim si kryeqendra është ajo baza kryesore e zhvillimit. E para është ajo që ne dojmë bashkëpunim me ato komuna. Për arsye se çdo vendim që merret pa u konsultuar me neve nuk del vendim i mirë. Sepse ne e dim gjendjen reale si ekziston në terren. Qysh është sektori i turizmit dhe hotelerisë në terren. Ne e dim se për atë edhe jemi themelu, edhe dim gjendjen faktike. Çdo vendim që merret, edhe këto zgjedhje, ne kemi pas takime me disa themi njerëz të cilët kanë kërkuar më taku me neve, dhe premtim do të thotë kërkesa e parë jone është që në takimin e parë që do kemi me Ministrin e Financave, TVSH-ja duhet më zbrit. TVSH-ja sot është 18%. TVSH-ja duhet më zbrit sepse këtë rajoni të fillu për shembull Maqedoni, Shqipëri, Mallzi e tjerë e kanë gjartë 7%. Pse na me pas? Edhe në takimet që kemi pas me thëm tash ish ministrat që janë sot, ja kemi shpjeguar mbos a ka argumenta, keni diçka që tregoni që pse veç ne e kemi 18%. E dyta, që me një departament turizmit, edhe me një person i cili punon në Kijes, që është për promovim të turizmit, nuk ka turizëm. E dim që departamenti turizmit merret me hartimin e politikave, ndërsa është ajo Kijesa cila merret me promovim, po e ka vetëm një zyrtar. Unë nuk ka të informim, intervistat mia që nuk e kam përmendur. Pa agjencion kombëtar nuk ka zhvillim turizmi, sepse ajo është baza e promovimit të vlerave, pavarësisht ajo ato natyrore, kulturore apo historike. Ne përveç që do të kërkojmë të veshën me zbrit, ne do të kërkojmë edhe produkte të bazë. Edhe për produkte të bazë do të kemi kanë konsiderat shteti, për arsye se nëse e krahasojmë para 4 vite sa ble 1 kilogram kafe, sa blehet sot. E nëse tash pronar gjithsesi sektori shkon edhe ngrit çmimin 2 fysh, 2 del një kafe 2 € gjys. Nëse e bën 2 € gjys do thotë
ajo klientela zbret. Prandaj, nëse kemi parasysh këto rritje të çmimeve, megjithatë ky sektor nuk guxon me rrit çmimet, nuk ka mundësi me rrit sepse hub klientelen. Edhe sepse te turisti, gjithsesi tek klientela është sikur lulja. Në qet shumë ujë, ajo dëmtohet. Me lënë pa ujë, prap dëmtohet. Duhet me gjetë një farë mesatare, edhe kjo është begë sfidë, themi e madhe për ata që për këto subjekte të lira turistike të Kosovës. Po, na këtë vit jemi me disa suksese. Një prej sukseseve që mund të veçoj është se Oda tani, Oda Hotellisë e Turizmit, është kandidat për antar në Këshillin e Evropës, Këshillin Social dhe Ekonomik të Evropës. Është themelur forumi ekonomik i sektorit privat në nivel të Kosovës, ku marrin pjesë disa oda, në mesin e tyre është edhe Oda Hotellisë dhe Turizmit, që ka me dhënë kontribut, sidomos për këtë sektor. Sepse tash na kërkesat gati kemi pasit përbarta, që mu ballafaqu direkt me ministrat e arshëm ose me njerëz të cilët besojmë që ose munden t'i kryjnë këto punë. E treta është edhe po ashtu ka koincidu që është formuar edhe ILO-ja në kuadër të Kosovës, dhe të sektorit të punës, dhe ka koincidu që kësaj here edhe Oda tjetë aty përfaqësues, po jo që përfaqësues, po kryesues i asaj